Kuvendi i Shqipërisë u mblodh sot në orën 10 në një seancë ku diskutuan një sër çështjesh të rëndësishme ligjore dhe institucionale. Deputetët Erion Braçe dhe Tedi Blushi kërkuan një interpelancë me ministrin e Bujqësisë Andi Salla për të diskutuar vështirësitë e prodhuesve vendas. Nga dhjetori deri në fund të muajit mars, sipas përgjigjeve zyrtare të AKU-s administruar nga unë me firmë vula, mund t'ja vënë në dispozicion, mi keni kthyer edhe ju një pjesë të tyre prapë mi keni dhënë mua, rezultojnë vetëm 5 mostra të marra. Një në Dimal, më saktë në Moravë të Bashkisë Dimal, dhe në krahun tjetër 4 të tjera të marra në zonën e Lushnjës dhe Divjakës. Nga këto mostra kemi vetëm 3 raste me aflatoksin. 3. Tani, të vini këtu e të më thoni që nuk duhet unë të nxis fshatarët që të prodhojnë me aflatoksin, nuk më shkon, nuk më ecën kjo gjëja, se nuk po nxis. Përkundrazi, fushata që unë ndërmor në territor nga kompanit dhe në media, po prapë nga kompanit, ka dëmtuar rënd produktin e bujqve. Ju nuk po testoni durimin e një deputeti. Ju po testoni durimin e të gjithë atyre fermerëve që sot po më synë para dyerve të ministrisë. Tani çfarë kuptimi ka, vjen sot ministri, do bëni një interpelancë për qumshin. Për cilin qumësh? Për qumshin plur të Serbisë që ka përmbytur tregun? Për cilin qumësh kur i shfarosët gjysmat e krerëve të Baktisë? Në fermën kontrollohet ushqimi i kafshëve, kushtet e mbashtimit dhe higjiena. Në pikat e gumullimit kontrollohet cilësia e qumshit të dorëzuar. Në përpunim verifikohen proceset teknologjike të standarde higjienës sanitare. Në treg kontrollohet produkti final. Gjatë vitit 2025 janë analizuar 32 mostra për aflatoksinën M1 në qumësht, nga të cilat 13 kanë rezultuar jo konform. Por gjitha rastet jo konform janë vendosur masa administrative, janë bllokuar produkte, kryesisht mijëra litra qumësht dhe 10 kilogram produkte të përpunuara, të cilët është ndjekur gjumshmëria dhe në fermë. Deputeti i Partisë Demokratike Sajmir Korreshi ka ironizuar ministren e Shëndetësisë Evi Sala, pasi opozita kërkon interpelancë me të prej-kohësh, por ministrja nuk i është përgjigjur kërkesës. Mirë, to interpelancat tona nuk i keni fut të xherio për t'i zgjerë. Problemi është mirë se kemi bë merak. Ore, pyetja tjetër është, e di ajo që është ministre apo se di? Se nuk mund braktiset kuvendi i Shqipërisë kështu. E treta, nuk pret smundja si thot ministrja në fjalët e veta në fund vitit, brenda këtij viti. Nuk pret. Ndërkohë rrëzuan 2 kërkesat e Partisë Demokratike, për procedurë të përshpejtuar të projektligjit të Partisë Demokratike për uljen e çmimit të naftës dhe kërkesa për interpelancë me kryeministrin Edi Rama lidhur me vendimarrjen e Këshillit Kombëtar të Territorit dhe Ujit.